Oltion Drabeja, kapiten e ekipit Shirokës, vini pas një humje me një ekip rival si Eagle. Sa kanë tjerë skuadra peshën e kësaj humjes? Ka qenë një ndeshje shumë e rëndësishme. Në fakt ishte një ndeshje e rëndësishme për ne. U lutë kampionati këtë ndeshje, na ta them me plot goje na dështume. Kena hub pothuajse 99.9% shpresave të kampionatit. Kështu që na do të respektojmë kampionatin, do të vazhdojmë stërvitëna, kena çuna të rinj në ekip. Duke folë edhe me presidencën, thamë se do të rrim boshtin edhe do të mendojmë për vitin tjetër. Sa i ke ardhur jeni Drabeja? Ju po thoni veç se sezoni ka dështuar, sa i ke ardhur jeni, sepse në fakt keni sakrifikuar shumë lojtarë që janë afruar gjatë kësaj periudhe, si ndiheni? Në fakt se mendosha kur këtë dështim të po edhe organike në ekipit, që ishte një ekip me plot shpresë, do të thoja, me lojtarë shumë të mirë, lojtarë që kanë luajtur edhe në Super League, lojtarë që kanë dalë prej të akademia vllaznia, lojtarë që kanë ardhur prej kategorive më lart. Se mendoja kur këtë dështim. Realisht nuk mund ta çojmë krejt dështim mund të quhet ekipi Olimpik Shkodra që është i fundit vetëm me 3 pikë në renditje, por Shiroka pretendent deri në fund dhe madje në këto 3 javë mund të ketë ndonjë hapësirë tjetër, nuk duhet të jetë kaq poshtë morali i skuadrës. Po, morali vetë bjen morali se na priçim një fitore, në fakt, po duke pa objektivat që është fillim sezonit, na se mendoshim kur që mund të delshim vend tret, se na jena kriju për me dalë në vend parë. Gjithsesi ka ndonjë hapësirë në këto 3 javë? Hapësira është se matematikisht nuk është kriju alo asgjë, na shpresojmë punë të Zotit është ajo të ndohet fati tjena. Me ke luajtur 3 ndeshje të radhës Shirokës ndaj kujt? Shiroka ka 2 ndeshje, Partizani ka 3, se ka një të mbrapamjetën, na kena me Klosin edhe me Olimpikun në ndeshjet fundit. Ndeshja radhës është në Klos në transfert. Ne jena të motivuar, shkojmë në radhë parë me respektu kampionatin, që jena stërvit deri te shqysh fillim sezonit, na do të lozim për fitore, atëherë mos e ta shohim. Sukses. Faleminderit.